për paga digjitore, për jetë digjitore, për pensione digjitore. Letra që u lexuam të tani protokoll. Falenderoj gjithë ju për mundësisë që ju sot për të prezent. Dhe njëherë duhet të rrasë gjithë sindikatët, gjithë përgjithë civile, gjithë qytetarët e Shqipërisë. Ta kthejmë kohën nga konferenca sindikatave si e organizatë për pajtuese digjitore dhe zëndëri punëtorëve. Se të fragmentarizuar, kemi humbë forcën, kemi humbë energjinë dhe i kemi humbë cifra. Nuk është as pak serioze që sikur sot proteston në një lutite, sikur proteston në një kafe, sikur proteston në një editorial në Facebook, sikur tjetër proteston për tërë. Ne të bashkohemi gjithë bashkë, ne të protestojmë gjithë bashkë, ne fitojmë gjithë bashkë. Të japim fjalën atëherë e mbyllim dhe urojmë që zëri ynë të dëgjohen, kërkesat tona të plotësohen dhe ne çdo ditë të jemi poshtë përballë me qeverinë dhe popullatën në mbrojtjen dhe përfaqësimin digjitale të punëtorëve shqiptar. Faleminderit. Juve vetjet, mos u largoni. Se do të tasojmë qytetarit pensionistë i vjetur, nga ky shtet kriminal, nga ky shtet që është kundra të drejtave të njeriut, është kundra ligjit pensioneve, kundra ligjit 7703. Ne jemi 79 tot, detyrim ligjor të paguaj biznesi sigurimet. Kurse këta brenda ligjit 7703 kanë futur antiligjin me një 13, i cili sot detyrim ligjor të paguajnë kontribute qytetari, i siguruari, a i punësuani. Ta janë kriminel, ta janë mashtrusa, ta janë kundra drejtave, kundra ligjit, e gjithë klasa politike, me në kryeministri, kanë bërë vetëndari antiligjore, dhe pensionet të Shqipëri janë të vjedhura, se këta i mohojnë punën shqiptarëve. Mediat, baronin ata, do të bjetë i mua, nërsini, këto nërsini. Po, pseudo-demokracia, thotë, nuk kam ata përkreni më tonë. Ka shte poliformë, kundra ligjit. Protesti antiligjit, thotë. Unë do varos antiligjit, thotë. E mbas mua është një popull i tërë, 7% vjedhur. Ka tonë pseudo-propaganda. E partije shqiptare, partij shtet, të tëra partijt janë bërë bashkë kundra demokracisë, kundra ligjit. Ky është realiteti. Media s'më ka dhënë për as pak, do më jepin sot. Po kanë të drejtë të protestojnë. Media.